kapitale. Dhanë se me full për lidhjet që mishim me thonin me alatët tonë, me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhanë se me qenë antar e Këshillit të Evropës, të deputet, ish deputet dashtun. Dhanë se me qenë pa sankcionet Bashkimit Evropian, dhanë se mus me na pezullu dialogu strategjik me Shtetet e Bashkuara. Këtu më thonë qytetarit, i kemi rrit kapacitetet energjetike dhe s'problem për Hamovicit, servis rrym, ose ai transmisionin realisht për e bon. I biri i Hamovicit vjetër, shoku i maj mirë i Dodikut aktualisht, edhe ish shoku i Slobs. Dhanë se me i thonë qytetarit, kemi boq kash tunele, kash spitale, kash autostrada. Ju i keni pezullu krejt autostradat. Ju se keni bon as një tunel, ju se keni bon as një spital, ju se keni bon as një projekt që na i thujmë madhur nacional, që na ku të hecëm asaj dhe ma honë Altan, Zonja Kryeziu, Albin, Albulen, Glaok, ju falem neves që ani pse me toksa qytetare, po ja u pom hajrin. Dhe na isëm balnalt në për ato autostradat tona. Por, është e vërtet që dikush nuk e ka planuar rezultatin zgjedhor, kjo është vetëvendosja. Unë ja kom thonë që tu kolegët e din me non shkod, që ky njeri, që është Albin Kurti, nuk e ka ndërmend me i dhonë vendit institucione legale, sistemi, sepse nuk don me bashkëqeveris, don me nështru tjerët. Sepse Albini s'din me bashkëqeveris, me bashkëpunu, dy herë. Kujdesnu, dy herë, unë supozeva më faltar, dy herë gjykata kushtetuese ka thonë, detyrohet grupi më i madh parlamentar, ose e përkthejmë na, fituesi relativisht zgjedhje, obligohet në bashkëpunim në mirëbesim, që i bjen koalicionim, me dhonë vendit institucione, ju nuk keni dosht, dhe nëse mundesh ka fundit, po ta respektoj ekspozën e Fal. Por nëse mundesh ka fundit me tregosh, me lidhesh me temën e parë, që është si do të dalë vetëvendosje në 28 dhjetor, kjo është. Ajo në fund le thojmë një mendim tash po vjen çudi që ndërhyjnë këtyne veç mua vetë. Jo, unë të dëgjova krejt ekspozën. Pas kom drejtun e me thonë mendimin të fund sa. Absolutisht. Hapi aulo, s'është problem. S'u prish mo kur unë jam qytetar i lumtur në këtij vendi apo ne kum prit lirinë e Kosovës, po tjerat fort nuk më zgjidhna. Por nëse këta dalin mas 5 vjet qeverisje edhe nuk ja thojnë shti qytetari, shti publiku, por mundohen me narrativen që këta janë fajtorët, pushteti nuk më viktimizohet kërkund botë. Pushteti tregon për ato që i ka realizu. 3 projekte madhore le t'ja thojnë qytetarit, edhe le t'ja thojnë do më honë sontet që kanë bon për 4 vjetë. Lej 5 ose 6 vjetë që po bon këtu, se këtu janë veç... Ta e mod, pra në mod, s'ka në vemi thajnë, mod... Drenar, avokatin mu se luj, se unë e di mu të bon, mus mu të bon, me të kundërvyje, mus ma se, po unë nuk ndërhyjnë aty. Prandaj se po ki qef mja unë mu, pak, po këti ku gjës që një mon. Një qeverisje i një mon që thojnë mus me ilon me fjetë, edhe mus mu viktimizu se ju një pushtet. Halo, ju perceptoni si pushtet, ju si viktima. Hajnë mund mu viktimizu pak Fatmiri, pak Ramushi, këta dvoglit, po, jo. Me 48 deputet, unë edhe qeverinë e Maqedonisë e kësha bon, se kësha influencu komunitetin shqiptar atje, më falë. Kritika që kemi pas, këto ditë, kanë qenë të llojit, që Albin Kurti me 42%, me 42 deputeta. 48 deputet. 48. S'ka mujt me bo qeverin, ndërsa Shim tha që e ka bo me 30. 34%. Po. Jo, na kemë raste edhe me 7% një partije pa të bo. Jo, se ka bo vetë, me bashkëpunim në mirëbesim. Ka dole, jo në bashkëpunim në mirëbesim, po në këmbim të terminalive, në këmbim të ampozitave të ambasadorëve. Edhe që kjo narrativ, apo këthemi flosën për 20 vetorën, shkatërim, që ka po shkatërim total Kosovë atan, nëse duhem këthemi. Une ju dëgjova. Nuk ka dhënë Kurti terminale.
Nuk ka po ambasador, Po s'ka nevojë nuk që ka në kryu aty pranu me sa. folë për ndamjet bordeve të agjensive shtetnore, me i qitë pazar, ju kësha lutë bre, unë ju dëgjova. Po jo burr. Nuk është kjo logjika jo, nuk është kjo filozofia jone të funksionimit dhe